Kur Ben vdiq nga një sulm në zemër, pikëllimi përfshiu të gjithë ata që e njihnin, por vetëm disa ditë më vonë ata zbuluan një video tronditëse, një video që ndryshoi gjithçka. Ben Bradlow lindi më 8 gusht 1993, vetëm 19 muaj pasi prindërit e tij, Diane dhe Shaun, mirëpritën fëmijën e tyre të parë, Ellin. Me një buzëqeshje ngjitëse dhe energji të pakufishme, Ben ishte plot jetë. Megjithatë, kur ai mbushi 3 vjeç, gjithçka ndryshoi. Ai u bë i dobët, kishte vështirësi në frymëmarrje dhe nuk ishte më fëmia i gjallë si dikur. Pak më pas, mjekët e diagnostikuan me kardiomiopati hipertrofike, një gjendje ku një pjesë e zemrës është anormalisht e trashë, duke bërë të vështirë pompimin efektiv të gjakut. Fatkeqësisht, kardiomiopatia hipertrofike nuk ka shërim, dhe ata që preken nga kjo zakonisht kanë vetëm pak vite për të jetuar. Ben nuk bënte përjashtim. Megjithatë, në vend që të dorëzoheshin para dëshpërimit, Dean dhe Shaun zgjodhën guximin mbi trishtimin. Ata përqafuan çdo ditë ashtu siç ishte, duke bërë gjithçka në fuqinë e tyre për të mbrojtur dhe të çmuar jetën e djalit të tyre të vogël. Meqense aktivitetet e rënda mund të shkaktonin zbeje dhe kriza, Ben u ndalua të luante sporte ose të merrte pjesë në aktivitete fizike si fëmijët e tjerë të moshës së tij. Ishte shumë trishtuese. Nuk munda të shijoja fëmijërinë time ose të bëja gjërat që doja, do të pranonte më vonë Ben. Pavarësisht këtyre masave parandaluese, ai ende ndihej shpesh i sëmur. Ai vizitonte vazhdimisht spitalin. Megjithatë, kur u bë foshnjë e vogël, ndodhi diçka e frikshme dhe ky djalë i vogël pa jetën e tij duke i kaluar para syve. Ben do ta përshkruante më vonë këtë incident si hera e parë që ai shpëtoi vdekjes. Por ky episod ishte më pak i frikshëm dhe ai do të përjetonte incidente të tjera fatale. Por në të gjitha këto raste, Ben kishte një mesazh të fshehtë për botën. Një natë e frikshme, prindrit e Benit u zgjuan papritur përballë një pamje të rëndë. Pikërisht pranë tyre, Ben po dridhe në mënyrë të pakontrollueshme. Të tmerruar ata telefonuan në 111 dhe shpejt Ben u dërguar në korridoret e spitalit, duke u transportuar në njësinë e kujdesit intensiv. Atë ditë 2 infermierë qëndruan pranë Benit, ndërsa Dean, pak pas tij thirrri: "Vazhdo të luftosh bebe, ti mund t'ja dalësh." Në atë çast Ben përjetoi diçka të jashtëzakonshme. Duke ngritur syt, ai pa një dritë jashtëzakonisht të ndritshme. Nuk kam parë kurrë diçka kaq verbuese. Të gjitha dhimbjet dhe shqetësimet e mia u zhdukën. Nuk mund ta hiqja shikimin, vetëm vazhdoja të buzëqeshja. Ndjeva një paqe që nuk mund ta përshkruaj, tregoi ai më vonë në një video që mblodhi miliona shikime. I tronditur, Ben tregoi lart dhe i tha nënës së tij: "Shiko, dritën e ndritshme, është kaq e bukur, mami." Por për habin e tij, ajo nuk pa asgjë. Pasi u shtrua për disa ditë, Ben u shërua dhe u lirua nga spitali. Për një kohë gjërat dukeshin mirë derisa zemra e tij filloi të dobësohej përsëri. Në vitin 2007, ai do të zbehej shpesh dhe madje ju desh të ndërpriste shkollën. Më pas, mjeku vendosi se duhej të bënte diçka për gjendjen e Benit. Kështu në vitin 2009, Beni u nështrua një operacioni për të vendosur një stimulues kardiak. Një pajisje e vogël vendosët në gjoks për të ndihmuar në kontrollin e rrajeve të zemrës, tha Ben për operacionin. Kjo ishte një gjë shumë e madhe për mua, por nuk kisha zgjidhje. Mjekët shpresonin se implanti do të përmirësonte cilësinë e jetës së Benit, por në verën e vitit 2011, ai pësoi një tjetër përvojë pranë vdekjes. Kjo ishte hera e dytë që i shpëtova vdekjes. Nuk e di si mbijetova. Isha shumë i friksuar të vdisja, por isha mirënjohës që nuk vdiqa. Ndau Ben më vonë në një video emocionale që preku shumë njerëz deri në lot. Atë verë ai u nështrua një heqje e rutinë të bajameve, zakonisht një procedurë e thjeshtë, por për Benin ajo u bë kërcënuese për jetën. Ndërsa Dean dhe motra e tij prisnin, një mjek hyri me nxitim duke u kërkuar të luteshin. Ula në tokë. Çfarë mund të shkonte kaq keq gjatë një heqje e bajamesh? Gjithçka që dëgjoja ishte: "Djali im po vdes", kujtoi Dean. Ben kishte pësuar një arrest kardiak gjatë operacionit. Fatmirësisht, mjekët arritën ta shpëtonin duke përdorur defibrilimin. Të gjithë ishin të lumtur që djali ja doli dhe një herë. Ben madje u kthye në shkollë për të rikuperuar për gjithçka që kishte humbur. Fatkeqësisht, stuhia sapo kishte filluar.
Pa kohë pasi Ben filloi shkollën më 6 dhjetor 2011, ai pësoi një tjetër krizë, por këtë herë kishte një kthes. Atë ditë në shkollë, Ben po ecste nëpër një korridor kur papritmëra ndjeu marramendje. E dija që do të zbesha, kështu që pash një stol afër, eca drejt tij dhe ula. Fatkeqësisht, pak minuta pasi ul në stol, Ben humbi ndjenjat. Herën tjetër që hapi syt, ai e gjeti veten në një dhomë spitali, i rrethuar nga pajisjet mjekësore. Ishte një moment i vështirë. Ben nuk mund të lëvizte apo të fliste dhe mundte vetëm të shikonte mjekët. Pastaj, ai pa njërin prej tyre duke vendosur një astëk shoku në gjoksin e tij. Dhe para se të fillonin me kompresimet në gjoks, Ben humbi sërish ndjenjat. Në këtë pikë, zemra e tij pushoi së rrahuri. Kur trupat e njerëzve vdesin, trupi i tyre ende punon për një kohë të shkurtër, kështu që Ben mund të dëgjonte gjithçka që mjekët po thoshin. I dëgjova duke thënë se ai nuk po merr frym. Zemra e tij ka ndaluar. No, ai nuk ka puls. Atëherë e dija se koha ime kishte ardhur. Mendova për motrën dhe prindrit e mi. Do të doja të kisha kohë të thoja lam të mirë. Unë ndjeva kaq shumë trishtim për ta. Ndërsa ishte i zhytur në mendimet e tij, ndodhi diçka që e bëri Ben të pyeste veten nëse po ndërronte apo shinte një vizion. Ndërsa mjekët luftonin për jetën e tij, Ben e gjeti veten në një dhomë të bardhë pa mure dhe pa tinguj. Ai nuk ndjente dhimbje apo trishtim. Ishte thjesht i lumtur dhe ndjej krenar për llojin e jetës që kishte jetuar. Ishte ngjashme me mënyrën se si ndjej kur ishte në korridoret e spitalit kur ishte 4 vjeç. Pikërisht kur mendoj se gjëja më e mirë tashmë po ndodhte, Ben çuditërisht pa reperin e tij të preferuar, Kid Cudi. Pak minuta më vonë, ai dëgjoi këngën e tij të preferuar nga Cudi, Mr. Ranger. Ai dëgjoi pjesën që thoshte: "Kur do të përfundoj fantazia, kur do të filloj parajsa?" Gjithçka ishte kaq paqësore dhe bukur. Ben ndjej si në shtëpi. Në fakt, ai do të bënte çdo gjë për të qëndruar në këtë vend të qetë. Pastaj për herë të parë, ai dëgjoi Kid Cudin duke folur. "Shko tani, është koha të shkosh," tha reperi. Pastaj Ben u zgjua dhe pa të gjithë mjekët e emergjencës duke administruar CPR. Pas kësaj përvoje, shëndeti Benit vazhdoi të përkeqësohej dhe mjekët i than familjes së tij se ka të ngjarë të mos ja dilte deri në Krishtlindje. Kur Ben e mësoi këtë, ai zgjodhi të ishte i guximshëm. Ai madje u kërkoi prindërve të tij të mos shqetësoheshin për të. Megjithatë, para largimit të tij, Ben vendosi të linte një mesazh shpreseje dhe paqeje për botën. Më 18 dhjetor, Ben shkoi në dhomën e tij, mbylli derën dhe dritaren dhe bëri një video që miliona njerëz në mbar botën do ta shihnin së shpejti. Pasi ngarkoi videon, Ben ju dorëzua çfarëdo që ishte i destinuar të ndodhte dhe u tha prindërve të tij: "Le të bëhet vullneti i Zotit." Natën e Krishtlindjes, Ben pësoi një tjetër sulm në zemër, por këtë herë ai nuk u zgjua më kurrë. Shpejt lajmi për vdekjen e Benit u përhap mes miqve të tij. Atë natë, i dashur i Ellit erdhi dhe atëherë ai i tregoi Ellit video që Ben kishte postuar në kanalin e tij në YouTube. Në atë kohë, videoja kishte mbledhur afër 500.000 shikime. Megjithatë, asnjë nga familja e tij nuk e dinte për të. Të nesërmen në mëngjes, miqtë e Benit dhe fshinte e tjerë mbërritën dhe atëherë ata i treguan Dean dhe Shaun video që Ben kishte bërë një javë para se të vdiste. "Përqafoni veten, do t'ju bëjtë qani dhe të lumtur në të njëjtën kohë," i tha Elli prindërve të saj. Pastaj çifti ulën pranë njëri tjetrit. Ata mbajtën duar dhe Dean klikoi për të luajtur. Me zemrat që u rrinin fort, ata pan djalin e tyre duke mbajtur kartela që tregonin përvojat e tij dhe ndante historinë. Buzëqeshët shpërthyen me slotëve të tyre, të paaft për të mbajtur emocionet. Ndërsa videoja vazhdonte, ishte një përzierje tronditëse, trishtimi dhe gëzimi i qetë. Letësim që Beni më në fund kishte shprehur gjithçka që kishte mbajtur brenda. Ata ishin të manitur nga thellësia e mendimeve të tij dhe mesazhi i thellë që ai la pas. Ajo që na preku më shumë ishte mënyra se si ai buzëqeshte në ato video. Ishim të gëzuar nga ajo që ai pa. E dinim që Ben më në fund ishte i lirë nga dhimbja dhe lotët, tha Dean. Në funeralin e tij, rreth 1500 njerëz që kishin parë videon e tij morën pjesë, ndërsa 58.000 të tjerë e ndoqën online. Mesazhi i tij madje arriti te reperi i tij preferuar, duke lënë një ndikim të qëndrueshëm. Duke parë videot, ai u përlot. Pash mesazhi që Ben la për botën.
Mënyra se si ai përshkroi duke më parë në vizionin e tij më preku vërtet zemrën. U theva, për familjen e Benit ju rritet një hero të vërtet, tha reperi. Përvoja e Benit para vdekjes vetëm sa forcoi besimin e tij se ka jetë pas vdekjes. Ne duam vërtet të dim komentet tuaj në lidhje me këtë histori. Prandaj, mos hezitoni të ndani ato me ne.